Isha 24 orë duke përcjell, sepse thosha kuku, se ky shkreton, çka shkreton. Olta ka dalë nga formatet e Big Brotherit dhe njeh lojën e Big Brotherit dhe ndoshta për momentin ka menduar që të bëjë një Big Brother të vetin jashtë. Me mënyrën se si e atakoi Milaimin, se si e sulmoi. E pa që nuk i eci e la, pastaj u rikthye dashurisë nga fillimi, kështu që por që për mua më rëndësi është që raporti i tyre filloi mirë, sigurisht që pati ca eskalime rrugës, por përfundoi po mirë. Pra, sot qëndrojnë raportet e shëndosha, përfshirë edhe ty pse jo në këtë... Tani, unë nuk mund të them që jemi shok në ngushtë apo dalim për natë në kafe, po që të paktën nuk është që nuk kemi më hatërmbetje me njëri tjetrin. Po shkon shpesh në Tiranë i da, po ja ke lënë kryesisht atë militor? Milaimi u tregu Drenicaki vërtet e mori gruan e çën katën, vetë për sillet në sheher, për marak. I kemi marrë disa nga pyetjet e publikut, edhe kanë të bëjnë gjithashtu me raportin e juaj bashkëshortor. Pyetja parë thëtë kështu, a e ke përcjell Milaimin kur hyri në Big Brother për 24 orë dhe a do ta përkraje nëse do të hynte si banor në edicionin tjetër? Me rekohen tonë të edhe, pa kuj. Kështu është kur fletë shumë thatë fiti. Po, e kam përcjell. Në fakt, kur ka dalë Milaimi nga Big Brotheri, më thënë, isha 24 orë duke përcjell, sepse thosha kuku, se ky shkreton, çka shkreton. Tash, pale çka fillon të tregon për familje, a për nesën. Milaimi nuk e man as i fasulet vetën në barkët, gjitha e ciqet. Pata merak se nga që u konfliktua disa herë me Xuxin gjatë prajmeve, pata merak se mos e vazhdon atë konflikte dhe live brenda në emision, por që të dy u treguan shumë profesionist, si Milaimi dhe si Xuxi, dhe e lanë atë pjesë për pjesën e showt, për pjesën e prajmeve, dhe aty brenda u treguan kolek të mirë. Mendoj që Milaimi aty ka shfaqur një tjetër Milaim, që njerëzit nuk e kanë parë. Shfaqi historitë me të cilat është përballur në jetë, shfaqi Milaimin që këndon, Milaimin që bën humor, Milaimin familjar, mënyrën si sillej me Xhenetën për shembull. Unë ka bërë shumë përshtypje pozitive raporti që Milaimi aty brenda në ato 24 orë ndërtoi me Xhenetën. Për një mesi me çikt vet. Domethënë në atë lloj sjellje unë e kam pa veç me çikat e veta. Domethënë me atë butësi, me atë dashuri, Xheneta nuk është që ka qenë lojtarja më e butë femrore aty brenda. Ka qenë një Luani vërtet që i hëngri kokat shumë burrave aty brenda. Por edhe Xheneta nga ana tjetër, për shembull, një detaj shumë i vogël që mua më ka lënë përshtypje shumë të madhe, kur e pyet vullneti, i thotë a hëngre buk. Thotë, jo, nuk guxoj me hëngër para Milaimit, se Milaimi s'ka hëngër, që është me hëngër unë e para ti. Dhe kjo tregon se si Xheneta e respekton figurën e një burri më të madh mosh, që mund të jetë moshën e babës vet, gjyshit vet, apo kujt diun se çfarë. Dhe kjo më ka pëlqyer jashtëzakonisht shumë dhe prej atij momenti kam filluar me dashuru Xhenetën. E paramendon idenë sikur Milaimi ishte banor në edicionin tjetër? Jo. Sepse kjo ishte pyetja e dytë. Jo, Milaimi ka pasur disa... Jo, është jo e prerë, s'ka... Dhe këtë jo, nuk e kam dhënë unë, e kam dhënë fëmijët e mi. Milaimi disa herë ka marrë kërkesa, lutje për të shkuar në Big Brother, edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Sidomos Shqipëri para 3 vitesh ka qenë kështu mirë që s'na mbiu Arbana Osmani brenda në shtëpi, çdo ditë hajde. Derisa ju kthy vajza e madhe i tha ngam bab. Ti hyn në Big Brother. Po unë kam ndru emrin, mbi emrin, qytetin dhe shtetin. Nuk e mo qik, u kry. Kërcen serios. U kry. S'kemi pa kur më.